biologu italian dhe njerëzit që nuk sëmuren kurrë. Për më shumë se 20 vite, një biolog italian me emrin Dr. Lorenzo Bianchi bëri atë që shumica e kolegëve të tij e quajtën humbje kohe. Ndërsa laboratorët modern përqendroheshin te adnja, vaksinat, suplemente dhe teknologjitë e shtrenjta, ai zgjodhi një rrugë tjetër. Të vëzhgonte njerëz të zakonshëm që nuk sëmureshin kurrë. Jo atlet olimpik, jo murgja asketik në male, jo njerëz me dieta ekstreme, por gra e burra të zakonshëm, të cilët sipas kartelave mjekësore nuk kishin qenë kurrë të shtruar në spital. Nuk merrnin ilaçe rregullisht dhe rrallë, shumë rrallë, kapeshin nga gripi apo infeksionet sezonale. Në fillim askush nuk e mori seriozisht. Është thjesht fat gjenetik, i thanë. Statistik, i thanë të tjerë. Vetë mashtrim, u tallën disa. Por pas 2 dekada studimi, Dr. Bianchi arriti në një përfundim që tronditi edhe vetë atë. Këta njerëz ndanin një zakon të vetëm, një zakon që po ta shihje në publik, duke i çmendur. Si nisi gjithçka? Gjithçka filloi në fund të viteve 90, në një fshat të vogël në jug të Italisë, ku Dr. Bianchi po kryente një studim mbi plakjen e shëndetshme. Aty vuri re diçka të pazakont. Në një komunitet prej rreth 800 banorësh, kishte 10 njerëz mbi 80 vjeç që nuk kishin diabet, nuk kishin probleme serioze me zemrën, nuk merrnin ilaçe çdo ditë dhe deklaronin se nuk mbaheshin mend kur ishin sëmur për herë të fundit. Fillimisht ai dyshoi te dieta mestetare, pastaj te klima, pastaj te aktiviteti fizik, por kur i analizoi me kujdes, këta faktorë nuk ishin të njëjtë për të gjithë. Disa hanin shumë mish, të tjerë ishin duhanpirës të lehtë, disa ishin aktiv, disa jo, por kishte diçka tjetër, më delikate, që nuk dallohej në pjetësor standard. Zbulimi i rastësishëm. Një pasditë vere, ndërsa priste autobusin në sheshin e fshatit, Dr. Bianchi pa një burrë të moshuar që ecte vetëm, duke folur me zë të lartë me veten. Jo si një i sëmur mendor, jo i hutuar, por qartë me fjalë të plota. Ai fliste për ditën e tij, për motin, për trupin e vet. Sot jam mirë, fryma është e qetë, trupi po punon si duhet. Kaluan disa minuta. Askush nuk reagoi. Banorët dukeshin të mësuar. Kur e pyeti një vendas, ai qeshi. Ah, edhe ti e pe. Të gjithë këtu e bëjmë. Që të rinj. Aty për herë të parë, biologu u ndal. Një zakon që dukej absurd. Me kalimin e muajve, ai filloi të vëzhgonte të njëjtën sjelljet e njerëz të ndryshëm. Flisnin me veten ndërsa eqnin. Përshpëritnin fjalë pozitive për trupin. Përshkruanin ndjesitë e tyre fizike me zë. E bënin këtë në publik, pa turp. Në qytete të mëdha kjo do të quhej e çuditshme. Në disa vende madje edhe shqetësuese. Por në këto komunitete ishte normale. Dr. Bianchi e quajti këtë zakon provizorisht. Dialogu i vetëdijshëm me trupin, pse askush nuk e kishte studiuar më parë. Shkenca moderne ka një problem të madh. Ajo studion atë që matet lehtë. Tableta, hormone, analiza gjaku, por zakonet mendore të përditshme, sidomos ato që duken banale apo të sikletshme, shpesh injorohen. Askush nuk financon një studim për njerëzit që flasin me veten në rrugë. Madje në shumë kultura, kjo sjellje lidhet me vetmi, çrregullime mendore, ose çmendurit të lehtë, por drinia italiane nuk ishte kështu. Zgjerimi i studimit, 20 vite, 4 vende. Gjatë 2 dekadave, Dr. Bianchi udhëtoi në Itali, Greqi, Spanjë, disa zona rurale të Japonisë, dhe gjeti të njëjtin model. Në komunitete ku njerëzit kishin zakon, të flisnin me veten gjatë ecjes, të verbalizonin ndjesitë trupore, të qetësonin trupin me fjalë. Niveli i sëmundjeve kronike ishte dukshëm më i ulët. Jo zero, por shumë më i ulët se mesatarja. Çfarë thoshin vetë njerëzit? Kur i pyeste pse e bënin këtë, përgjigjet ishin të thjeshta. Kështu e mbaj mend trupin tim. Nëse flas, e dëgjoj veten. Trupi ka nevojë për fjalë, jo vetëm për ushqim. Askush nuk fliste për terapi apo teknika psikologjike. Ishte diçka e trashëguar, intuitive. Reagimi i komunitetit shkencor. Kur Dr. Bianchi tentoi të publikonte gjetjet e para, reagimi ishte i ashpër. Nuk ka prova të forta. Efekti placebo. Korelacion, jo shkak. Dhe ai i kuptonte. Por një fakt mbetej kokëfort. Këta njerëz realisht nuk sëmureshin shpesh. Pse duket i çmendur ky zakon në publik?
Në shoqërinë moderne, ne flasim me telefona, jo me veten. Turpërohemi të shprehim ndjenja. E mbajmë trupin në presion të heshtur. Të flasësh me veten në rrugë sot është e çuditshme, e stigmatizuar, shpesh tallse, por biologu italian arriti në një përfundim provokues. Ndoshta nuk janë ata të çuditshëm. Ndoshta jemi ne që kemi harruar diçka themelore. Çfarë ndodh në tru kur flasim me veten? Lidhja e fshehtë mes fjalëve dhe imunitetit. Kur Dr. Lorenzo Bianchi vendosi të mos ndalej vetëm të vëzhgimi, por të kuptonte çfarë ndodhte realisht brenda trupit. Ai e dinte se po hynte në një territor të rrezikshëm për reputacionin e tij shkencor. Të flasësh për ndikimin e fjalëve në shëndet, për shumë biolog dhe mjek, tingëllonte si diçka mes filozofisë dhe ezoterizmit. Por Bianchi nuk ishte mistik. Ai ishte biolog qelizor, dhe ai kërkonte mekanizma biologjik, jo besime. Nga rrëfimit e laboratori, pas viteve të para të intervistave dhe vëzhgimeve në terren, ai bëri diçka vendimtare. Mori një grup njerëzish që praktikonin rregullisht dialogu me veten dhe i krahasoi me një grup tjetër, të ngjashëm në moshë, dietë dhe stil jetese, por që nuk e kishin këtë zakon. Ai nuk u kërkoi asgjë të re, vetëm vëzhgoi. Analiza përfshinte nivelet e kortizolit, hormoni i stresit, aktivitetin e sistemit nervor autonom, reagimin imunitar ndaj infeksioneve të lehta, ritmin e rikuperimit pas lodhjes apo sëmundjeve të vogla. Rezultatet nuk ishin dramatike, por ishin të qëndrueshme. Zbulimi i parë, stresi i padukshëm. Njerëzit që flisnin me veten kishin një veçori të përbashkët. Niveli i tyre bazë i stresit ishte më i ulët, edhe kur përballeshin me situata të vështira. Jo sepse nuk kishin probleme, por sepse trupi i tyre nuk qëndronte gjatë në gjendje alarmi. Dr. Bianchi e shpjegon kështu: kur flasim me veten, sidomos me zë, ne japim trurit një sinjal orientimi. Truri nuk endet më në pasiguri, ai e kupton situatën. Në trup, pasiguria është më rrezikshme se problemi vet. Fjalët dhe sistemi nervor autonom. Trupi ynë drejtohet nga dy sisteme kryesore nervore. Sistemi simpatik, alarm, stres, mbijetesë. Sistemi parasimpatik, qetësi, shërim, rikuperim. Shumë njerëz sot jetojnë pothuajse vazhdimisht në modalitet alarmi, por te grupi i studiuar nga Bianchi ndodhte diçka interesante. Flisnin me veten pikërisht në momentet e kalimit nga tensioni në qetësi. Shembull real nga studimi. Një grua 67 vjeçare, sapo përfundonte punët e shtëpisë, pëshpëriste. Tani mjafton fryma po qetësohet, zemra është në rregull. Ky akt i thjesht ndihmonte trupin të kalonte më shpejt në fazën e rikuperimit. Pse të flasësh me veten me zë është më efektive se mendimi i heshtur? Një nga pyetjet kyçe ishte kjo. Pse këta njerëz nuk mjaftoheshin me mendime të brendshme? Pse flisnin me zë edhe kur ishin vetëm në rrugë? Përgjigja doli nga neurobiologjia. Kur flasim me zë, aktivizohen zonat motorike të trurit. Përfshihet dëgjimi. Mesazhi përpunohet më thellë. Me fjalë të tjera, truri e merr informacionin si më real. Dr. Bianchi e përmblodhi kështu: mendimi i heshtur është ide. Fjala e thënë është komand. Ndikimi mbi sistemin imunitar. Pjesa më e debatueshme e studimit ishte kjo: lidhja mes dialogut me veten dhe forcës së sistemit imunitar. Biologu vuri re se njerëzit që praktikonin këtë zakon shëroheshin më shpejt nga ftohjet. Kishin më pak infeksione të përsëritura. Reagonin më mirë ndaj vaksinimeve. Kishin inflamacion më të ulët kronik. Shkaku, jo fjalët vetë, por qetësia e qëndrueshme që ato krijonin në trup. Stresi kronik dobëson imunitetin. Qetësia e rregullt e forcon atë. Një gabim i madh modern, heshtja e trupit. Shoqëria moderne na ka mësuar të mos flasim me veten, të mos dëgjojmë trupin, të shtypim sinjalet e lodhjes. Në studimin e tij, Bianchi kuptoi se njerëzit që nuk sëmureshin shpesh e përshkruanin trupin e tyre me fjalë çdo ditë. Ata thoshin gjëra si: këmbët janë të lodhura sot, stomaku po reagon, duhet pushim. Kjo i ndihmonte të ndërhynin herët, para se trupi të sëmurej. Pse ky zakon u zhduk në qytetet moderne? Në qytetet e mëdha, gjithçka është e shpejtë. Heshtja interpretohet si kontroll. Shprehja me zë shihet si dobësi. Dr. Bianchi e quajti këtë
Epoka e trupit të heshtur. Një trup që flet vetëm kur sëmuret. Një eksperiment i vogël që ndryshoi gjithçka. Në vitin e 15 të studimit, biologu bëri një eksperiment të vogël, pothuajse të fshehtë. Ai u kërkoi 30 vullnetarëve që për 30 ditë, çdo ditë për 5-10 minuta, të flisnin me veten gjatë ecjes, të përshkruanin ndjesitë e trupit, pa fraza motivuese boshe, vetëm vëzhgim dhe qetësim. Rezultatet pas një muaji: gjumë më i mirë, më pak dhimbje tensioni, më pak infeksione sezonale, ndjesi më e fortë kontrolli mbi trupin. Asnjë mrekulli, por një ndryshim i qartë. Pse njerëzit që e bëjnë këtë nuk e quajnë teknikë? Gjëja më interesante. Asnjë nga njerëzit që nuk sëmureshin shpesh nuk e quante këtë zakon metodë apo ushtrim. Ata thoshin thjesht: kështu flasim me veten, pa teori, pa libra, pa aplikacione. Fjalet që shërojnë dhe ato që dëmtojnë. Dre Lorenzo Bianchi e dinte se të folurit me veten nuk ishte magji. Fjalët, kur përdoren gabim, mund të jenë po aq të rrezikshme sa mosveprimi. Në 2 dekadat e studimit të tij, ai vëzhgoi mbi 500 njerëz që flisnin me veten rregullisht. Ai i ndau në 2 kategori: ata që forconin trupin me fjalë pozitive, vëzhguese dhe qetësuese. Ata që, edhe pse flisnin me veten, shpesh përdornin fjalë kritike, të tensionuara ose alarmuese. Gabimi 1: fjalët kritike ndaj trupit. Shumë njerëz mendojnë: nëse do të jemi rrept me trupin tim, do të përmirësohem. Por biologu gjeti se fjalët negative, të tilla si çfarë ke bër, ti gjithmonë sëmuresh ose trupi im është i dobët, rrisin nivelin e kortizolit. Kortizoli i lartë dobëson imunitetin. Stresi kronik që krijon kjo qasje mund të jetë më i dëmshëm se infeksionet vetë. Një shembull nga studimi. Një burr 62 vjeçar i cili fliste shpesh me vete me kritika, pavarësisht se ushtronte rregullisht, kapeshte më shpesh nga infeksionet e frymëmarrjes se bashkëmoshatarët që përdornin fjalë neutrale ose pozitive. Gabimi 2: ignorimi i sinjaleve të trupit. Një zakon tjetër që e dobëson shëndetin është të flasësh me veten, por të mos dëgjosh. PSH, një grua 70 vjeçare thoshte: faleminderit trupi im, por unë nuk kam kohë të ndalem. Ajo vazhdonte të ecë lodhur, të punoj, të mos pushoj duke folur për trupin, por duke ignoruar sinjalet e tij. Dr. Bianchi e shpjegon kështu: të flasësh me veten nuk ka efekt nëse nuk ka veprim. Fjala e thënë është vetëm hapi i parë. Ajo duhet të ndiqet nga dëgjimi dhe përgjigja e trupit. Gabimi 3: fjalët e frikës dhe parashikimi i sëmundjes. Shumë njerëz mendojnë për shëndetin në terma frike. Nëse nuk bëj ushtrime, do të sëmurem. Dita ime do të jetë e tmerrshme nëse nuk ha si duhet. Bianchi vuri re se truri e merr këtë si rrezik real. Qarkullimi i gjakut dhe sistemet imunitare aktivizohen në mënyrë të panevojshme. Pas disa javësh ose muajsh, kjo sjell lodhje kronike dhe ulje të rezistencës ndaj sëmundjeve. Nëse fjalët që thua për trupin janë të mbushura me frikë, trupi reagon sikur frika është reale, dhe kjo mund të shkaktojë inflamacion të vazhdueshëm. Gabimi 4: krahasimi me të tjerët. Shumë njerëz që flasin me veten shpesh i krahasojnë trupat e tyre me të tjerët. Nuk jam si ai që ecën çdo ditë. Trupi im është më i dobët se i shoqes sime. Ky zakon, megjithse duket i padëmshëm, aktivizon zonat e trurit që përjetojnë stres social. Rezultati: kortizol i lartë, tension i shtuar në muskuj dhe më shumë rrezik infeksionesh. Gabimi 5: mungesa e qëndrueshmërisë. Disa fillojnë të flasin me veten me zë, por shpejt ndalen. Për arsye turpi, për lodhje, për skepticizëm. Dr. Bianchi vuri re se efekti shëndetësor është proporcional me qëndrueshmërinë. Nëse e praktikon vetëm her pas here, trupi nuk mëson të qetësohet në mënyrë të qëndrueshme dhe nuk ka ndryshim të dukshëm në rezistencën ndaj sëmundjeve. Sekreti i njerëzve që nuk sëmuren shpesh. Nga të gjitha vëzhgimet, Bianchi nxori një përfundim të qartë. Nuk është thjesht çfarë thua, nuk është thjesht sa shpesh e bën. Është balanca midis foljes me zë, dëgjimit të trupit, veprimit sipas nevojës së trupit, përdorimit të fjalëve neutrale ose pozitive. Kur kjo balancë ekziston, trupi krijon një ritëm natyral të qetësisë dhe rikuperimit që nuk mund të zëvendësohet vetëm me dieta, ilaçe apo teknologji. Kur fjala bëhet terapi,
Kur njerëzit e studiuar nga Bianchi flasin me veten, ata përforcojnë qarkullimin dhe frymëmarrjen e qetë. Uljet e tensionit kronik ndodhin gradualisht. Sistemi imunitar aktivizohet pas stres. Rigjenerimi i qelizave ndodh më shpejt. Pra, fjala bëhet një lloj terapie ditore, e thjeshtë, e lirë dhe e fuqishme. Zakonet e përditshme që mbron shëndetin. Pas 20 viteve vëzhgimi dhe studimesh, Dr. Lorenzo Bianchi arriti të identifikojë zakonet e përditshme që dallonin njerëzit që nuk sëmureshin shpesh nga të tjerët. Nuk ishin dieta magjike, nuk ishin ilaçe të shtrenjta, nuk ishin regjime ekstreme. Ishin zakone të thjeshta, por të qëndrueshme që dukeshin të çmendura për një shikues të jashtëm. Një dialogu i rregullt me trupin. Njerëzit e shëndetshëm shpesh flisnin me veten të paktën 2 herë në ditë. Jo vetëm fjalë motivuese boshe, por përshkruanin ndjesitë e trupit, lodhje, ngrohtësi, tension. Konfirmonin gjendjen e qetë të trupit. Frymëmarrje normale, zemër e qetë. Parashikonin nevojat e trupit. Pushim, ushqim, lëvizje. Dr. Bianchi i përshkruan këto momente si kontroll të brendshëm. Një ritual i vogël që ndihmon trupin të ruajë homeostazën. 2. Aktivitet fizik i lehtë dhe i vazhdueshëm. Jo të gjithë ishin atlet, por shumë prej tyre ecnin çdo ditë, 30-60 minuta. Disa bënin yoga ose stretching të lehtë në mëngjes. Aktiviteti nuk ishte për performancë, por për të ndjerë trupin duke punuar dhe duke marrë frymë. Çuditërisht, kjo nuk ishte një rutinë detyrueshme e shpejtë, por një përqendrim i qetë në trup, i kombinuar me dialogun me veten. 3. Ushqim i thjeshtë, por i ndërgjegjshëm. Shumë nga njerëzit e shëndetshëm nuk ndjekin dieta ekstreme, por të gjithë kishin një zakon. Tregonin vëmendje ndaj çfarë dhe si hanin. Ushqimi nuk ishte mekanik, por bashkëbisedim me trupin. Si ndihem pas këtij ushqimi? Preferonin ushqime të freskëta, të thjeshta, por pa fiksime obsesive. Dr. Bianchi e quan këtë ushqim me ndërgjegje, ku fokusi është te ndjesitë e trupit, jo te rregullat e jashtme. 4. Qetësi dhe pushim i planifikuar. Njerëzit që nuk sëmureshin shpesh kishin një zakon të çuditshëm për standardet moderne. Ata planifikonin momente qetësie të vetme, 10-15 minuta në ditë. Ndonjëherë thjesht ulej dhe përshpëriste fjalë të qeta. Tani fryma po qetësohet, zemra ime është në rregull. Ky ritual krijonte ritëm të brendshëm dhe rikuperim, edhe pa teknika të sofistikuara meditimi. 5. Shprehje e lirë dhe jo e friksuar. Për të moshuarit e shëndetshëm, të folurit me zë nuk ishte tabu. Ta flisnin me veten në rrugë, kopsht ose shtëpi, pa turp. Nuk e përdornin këtë për të përforcuar ose për të gjykuar veten, por për të monitoruar gjendjen e trupit dhe mendjes. Shprehja ishte spontane, jo e planifikuar, një ritual që ndihmon qetësinë nervore dhe imunitetin. Gabimet që shumica bëjnë kur përpiqen të praktikojnë këto zakone. Dr. Bianchi paralajmëron disa gabime të zakonshme. Fjala e panevojshme ose kritike. Fjala nuk duhet të sulmoj trupin. Dialog i mekanizuar. Nuk ka efekt nëse nuk është i përqendruar në ndjesitë e trupit. Përpjekje obsesive. Jo më shumë nuk do të thotë më mirë. Konsistenca është qelësi. Injorimi i trupit pas dialogut. Fjala duhet të shoqërohet me veprim të thjeshtë, pushim, ujë, ushtrim të lehtë. Si mund ta praktikoni tani? Zgjidh një moment të qetë, për shembull gjatë ecjes ose pasdite. Flisni me veten me zë. Përshkruani ndjesitë, frymëmarrjen, tensionin, lodhjen. Përdorni fjalë neutrale ose pozitive. Dëgjoni trupin. Veproni sipas nevojës, pushoni, pini ujë, ushqehuni, lëvizni. Asgjë më shumë nuk kërkohet për të nisur efektin shëndetësor që Bianchi vuri re te njerëzit që nuk sëmureshin kurrë. Si ndikoi dialogu me veten në jetën reale, shembuj dhe përfundime. Pas 2 dekadave studimi, Dr. Lorenzo Bianchi kishte mbledhur qindra rrëfime dhe shembuj të jetës reale nga njerëzit që nuk sëmureshin kurrë ose pothuajse kurrë. Nuk ishin tregime fantastike, por histori të zakonshme që tregonin fuqinë e zakonit të thjeshtë. Të flisje me trupin tënd dhe të ndjeje atë. Shembulli i parë. Pas infeksionit të gripit. Një burr 68 vjeçar në një fshat të Italisë jugore, i cili zakonisht nuk merrte ilaçe, u kap nga një grip sezonal. Ai tregoi: "Zemra ime ndihej e ngarkuar. Folja me veten më ndihmoi të vëzhgoj frymëmarrjen. Nuk u stresova për sëmundjen. Pasi pushova dhe përshpërita fjalët e zakonshme, ndjeva se trupi im po kthehej në gjendjen normale brenda disa ditësh."
Rezultati i laboratorit. Rikuperim më i shpejt se mesatarja e pacientëve të moshës së tij, pa përdorur ilaçe antivirale. Shembulli i dytë. Menaxhimi i dhimbjes kronike. Një grua 72 vjeçare me dhimbje të lehta të kyçeve përdorte rutinën e dialogut me veten çdo mëngjes. Përshkruante ndjesitë e trupit, kyçet, muskujt, frymëmarrjen. Përdorte fjalë qetësuese, kyçet po lëvizi me kujdes, trupi është i fortë. Rezultati. Dhimbja nuk u zhduk plotësisht, por intensiteti i saj u ul ndjeshëm, dhe aftësia për të kryer aktivitetet e përditshme u rrit. Shembulli i tretë. Shëndeti mendor dhe truri. Një burr 65 vjeçar që fliste me veten gjatë ecjes përshkruante emocionet e tij. Kur i përshkruaj ndjesitë e mia, nuk shqetësohem më. Truri im nuk mbetet në tension të vazhdueshëm. Ky zakon u pasqyrua edhe në testet neurologjike. Ulje e qarkullimit të sinjaleve të stresit në amigdala. Përmirësimi i qarkullimit në zonat e vëmendjes dhe vetkontrollit. Derbiançi vuri re se truri dhe trupi janë të ndërlidhur më shumë se që mendojmë, dhe fjala e thënë me ndërgjegje mund të rregullojë funksionin fiziologjik. Si kjo praktik ndryshon perceptimin e shëndetit. Një nga zbulimet më të fuqishme të studimit ishte se njerëzit që flisnin me trupin e tyre ndjeheshin më pak të dobët. Ata perceptonin sëmundjen si një sinjal për veprim, jo si një gjendje alarmante. Kjo qasje ul panikun, i cili shpesh dëmton sistemin imunitar dhe rikuperimin. Dr. Bianchi thekson, kur perceptimi ynë i sëmundjes është i qetë dhe i ndërgjegjshëm, trupi përgjigjet më mirë. Fjala bëhet komand, por komandë e shëndetshme, jo frikë. Një zakon që duket i çmendur, por është natyral. Në qytete moderne, flisni me zë me veten mund të duket i çuditshëm, por në fshatrat italiane, greke, spanjolle dhe japoneze ku Bianchi punoi, është diçka e zakonshme. Njerëzit e bëjnë spontanisht që fëmijë. Është pjesë e marrëdhënies së tyre me trupin dhe mendjen. Një vajzë 12 vjeçare e pyeti: "Pse duhet të flas me veten?" Nëna e saj përgjigjej thjesht: "Sepse trupi dhe mendja kanë nevojë të dëgjohen." Fjala është si një prekje e butë. Reflektimi i Dr. Bianchi. Pas 20 viteve, ai nxori disa përfundime kyçe. Nuk ka sekret të madh në shëndet. Nuk ka pillola magjike. Dialogu i ndërgjegjshëm me trupin është një zakon i thjeshtë, i lirë dhe i fuqishëm. Fjalët kanë forcë reale mbi trupin, më shumë se që shumica e mjekëve besojnë. Qetësia e qëndrueshme e krijuar nga kjo praktik rrit rezistencën ndaj sëmundjeve. Shëndeti është një bashkëpunim me trupin, jo një luftë kundër tij. Si ta integroni këtë zakon sot? Zgjidhni një moment të qetë, 5-10 minuta çdo ditë. Flisni me zë, përshkruani ndjesitë e trupit. Përdorni fjalë neutrale ose pozitive. Dëgjoni trupin dhe veproni sipas nevojës. Pushim, lëvizje, ushqim. Bëjeni një zakon të qëndrueshëm, jo të detyruar. Asgjë nuk është më e fuqishme se konzistenca e zakonit të thjeshtë. Mësimi përfundimtar. Njerëzit që nuk sëmuren shpesh nuk kanë dë të veçantë. Nuk jetojnë në zona të pastra ekologjikisht. Nuk konsumojnë ilaçe magjike. Ata thjesht kanë një marrëdhënie të ndërgjegjshme me trupin e tyre. Ata flasin me veten, dëgjojnë trupin dhe veprojnë pa panik. Duket e çuditshme në publik, por rezultati është i qartë. Shëndet më i mirë, rikuperim më i shpejt, stres më i ulët, jetë më e gjatë dhe e qetë. Në fund të fundit, ajo që duket insane për një shikues të jashtëm është sekreti i një shëndeti të jashtëzakonshëm.